Për këtë arsye, vepra që krijet për Allah është detergjenti më efektiv që i pastron zemrët. Sinqeriteti për Allah është e vetëma vepër e zemrës që e sfidon shejtanin. Shejtani kur është debu për rahmetit Allahut, a përbetu madhrinë e Allahut, ka thonë, krejt që ato të cilët që janë bo se bep mu me përzonë prej rahmetit tanë kam i deviju. E si shkemi deviju? Tha do shumë kollaje, tha i dalë për para, stop, më në nëne e i lakon në to. Kështu i në gjamië ku e poshë babën tem, jalla oga. Disa që s'pak s'mori vesh ma krije forë që janë, shkoj pi për masin grej. A pe din se ti tash bash e kije kursin, a pe din se kije që ketë punë me kritën e falë mas. A disa qërë tha i dal në gjadhtas dhe majtas i bajnë gjadhtista dhe majtista. Disa tha i bajnë të përpjet ekstrema e disa toleranta. E kështu që për këto të ditha pa marë parasysh se në cilën lugin shkatrohen nuk ka problem për ta. Detergjenti zemrës është krirja e veprës për Allah. Një. Veç për Allah. Për këtë arsye veprat më madhështore kur janë? Kur janë ato më të fshehta. Për shembull, namaz. Namazi më me vlerë nafile kur është? Në pjesën e fundit natës. E pse mas jacijës nuk është më nënen? Tha se alo njerëzit janë qutë. Dhe thojnë e pove, mara filonin e pove. Na dole ma i med, valla. Një 100 reqat i ka falë. Si na shqiptar që kena a i falë dire qatë në 100 i thoi. Për këtë arsye vepra ma e vlavdruar të Allahu ku është në pjesën e fundit natës, se qatere mshelen, mbyllën medjet, qatere mbyllën sit, qatere binë rjetët, qatere fikën dritët, hamonjoni si qohet pjesën e fundit natës, e pastaj tërë sabah kur del thot, a be filan, thot, pashallah, pas e pushu prom. Jo, po tha, unë si jam qipja herët mohit, zbi, zakon e kam. E kjo nuk është e lavdrume. Është e lavdrume dhe pak të flensh para sabajt, e di për shka? Se kur qojnë sabaj, kur qofin ato në sabajt, i shofin sinë se ki kana qupi gjumi, kejtë mendojnë se ta notën ki flet, a kur se ti ki boj badet. Ta fshefsh një vepër që mos ta din një thesar vetëm Allah. E di sa është e zorësh me kjo? Sufjan e Thauriu thot me kejt, gjithë veprat i kam sfidu, veç kjo ma kam mujt. Shpesher këta kam bon luft të modhe, a ma kam pash ma zor. Vepra ma sfidus, për djetartë, për ibadet gjitë, për mujahidet, për të gjithë, anë sinceriteti. Ta bansh një vepër kërejtësisht për Allahun, atëre nuk ke problem. Si kur e kanë taku njonin për se levve, ju kishte ndriqu ftira para se me vdek. Edhe e pyshin ato dhe i thojnë, çfarë është puna jote, cilat janë veprat që shpreson më shumë të Allahu që kime shpëtu, tha dija. Tha a thua për që to tu ka zbarë ftira dhe tu ka ndriqu? Ka thonë Allahu alem. Shpresoj veç di punë që i kam para Allahu të kam i aqitën sa të takone me ta. Cila? Thot kur s'm ka interesu për punën e hull. Ana shqiptarët, kur s'm ka interesu për punën teme, duja bajt gajlën këtë mahallës. Për këtë arsye, çka i thot ai ti vllavit vet kur takohet me kujshin e vet? Thot mos i baj gajlet e tua, se unë ti baj. Ti të mijet këshiri. Thot kur s'jam interesu me atë që s'ka të bëjë me mu. Në kushdam shat atëre, vike dikush me telefonit së ngërë. A be hoqë erdhe një di me numrat shkupit, njonin e pasha mo qetri se di që rike. Pse apo duhet ishka, jo, vish ta di e di. Ka plot kësi. Ju e dini si shqiptarët na jena dishka interesant, pop. E dita, mu e që më shkelqe fitira, thot, kur kam ra me flet, në aksham, mazdarke, kur asni musliman se kam gjelëzu. Që do dhije janë ato që cilë shpresoj me shpëtu të Allahu. Të Allahu azze o gjelë shkot me zemra. Abdullah ibn Omeri banë këtë tavaf. Shoku pejgamberit Allahu. Ishin që i banëshin tavaf dhe të bind. E ato e qeshin pak më ka dalë. Abdullah ibn Omeri ofrake ofër qabës u therë selke. 7 herë i falke dhe reqat.
pike Zemzem, e kur të vishin disa pi tabiinëve i thënë vëllai, a be shumë shpejt e kritet tavafi. Tha na çashtu sahabët e kena pas adet. A mo tha na e kena mendojmë shpërblimin më të lartë se t'juve. Tha pse? Tha se na ma për një me se ju e na kon. 2 me një saf. Mirë po njoni ka mundësi shpërblet komplet namazin e ti, e njoni të pala registrohet se ki krejt që tërka akon kur ka i namaz. Vepra e cila është detergjent i zemrës, që ta hek i notin, gjelozin, preokupimin me qert, gajlet e huja me hek, këshiri pun që i ban, a i ban edhe që për Allah, apo i ban edhe njerës t'i din, apo t'i përmeni. E nëse i ban edhe për ata pak, edhe për këta pak, Allahu Azza wa Jell veprën më të urrejtur që e ka, kanë e ka? Vepra e cila thot mban dikush ortak me gjithë kanë. Pse me mbone ortak me këta, me gjithë kanë punës kanë pas nevojë ti me mbon ortak me ta.